Se jemi krejt mbyllje, hipotetike, pa dyshim. Çka nëse del që gjithë ky pretendim nuk është i vërtet për një grup të organizuar, shembull edhe me pikpamje ekstremiste religjioze. Duhet lirohen. Si është ajo që duhet lirohen e di, po ideja është çfarë efekti ka në besimin në institucion. Po tash shiko, institucionet duhet të jenë kredibile. Sepse nëse jep ti vrull, edhe natyrisht thret konferenca për shtyp në vazhdimsi, duhet kesh ose fakte të forta, të cilat e vërtetojnë, sepse pastaj mund të ketë një lloj backfire. Është ky risk. Është ky risk në parim ekziston një risk, sidomos rastet që bëhen mediatike, sepse në kundërtën nëse nuk vërtetohet për te dyshimit bazuar se X personi ka kryer një vepër caktuar penale, sidomos vepra të rëndësisë madhe kundër endit kushtetues, kundër sigurisë publike, veprat e vrasjes zyrtarëve, policore etj. Atëherë ky është risku i thyrjes kredibilitetit të mekanizmeve të sigurisë. Unë mendoj veprimet që ndërmarr, hapat që ndërmarr prej momentit të parë, do thotë të vrasjes. Për nxjerrjes vendimit për fillimin e timave. Edhe prej fillimit, do thotë deri tani kur është rekomanduar personat e dyshuar, se ende janë dyshuar derisa gjykata nuk e merr vendimin e përfundimtar. Unë mendoj se është ende të punuar në prova, në fakte, në raportet ekspertiza, për shembull të revoljes, është në balistik. Ato preva a janë të asaj revolja ju. Ose gjona tjera, ose kamerat, do të thotë inqizimet e kamerave, ose bisedat, ose informantat. Shpeshherë në stacion na vinë edhe informantat për rastin. Edhe analizohen ato, ose nga AKI-ja, ose nga persona tjerë, ose nga qytetarët, ose bashkëpunimi me qytetarët. Gjitha këto janë ato që Zoti Morina, po i bie që kur ka konferenca të tilla të ketë fakte të forta, kokë-forta. Unë mendoj, unë si zyrtar policor, dikun rreth 50 vite që punoj, më parë kam qenë edhe profesor në akademi policore, do të thotë këto kuadrat, gjysa policisë kanë qenë kuadrat që unë i kam mësim atëherë. Unë mendoj se në momentet kur bëhet publike, kur del kryeprokurori, hetuesi, prokurori i rastit, edhe e paraqet rastin, ai ka fakte, ka argumente, sa janë tash, ato do thotë të kapshme, edhe sa gjykata i merr për bazë ato, në mënyrë që me fajsu personin varet prej shumësisë se faktorëve, argumenteve, provave tjera. Por unë mendoj se edhe hetimet, edhe prokuroria, edhe gjykatat janë sikur ajo bleta, që në lule e mbledh nektarin në mënyrë që në fund më pa rezultati. Edhe këta të gjithë punojnë zbashku, hetimet, do të thotë krimeve të rënda, prokuroria, gjykatat, po edhe informacione tjera, edhe ekspertiza tjera, për arsye se kemi ekspertiza të ndryshme tjera, mund të jenë aty, të cilat na nuk i dim, po janë brenda në land, të cilat duhet verifikohen, për shembull gjurmat e këpucëve, lëvizjes personit. Masia personit, nëse e ka pa dy persona, a përputhet masia lëvizja e personit se asnjë person lëvizjet nuk e ka të njëjta. Na shpesh mund me ditë persona në bazë lëvizjes se është Refkeu ose është Mulla Osmani për shembull, në bazë lëvizjes. Se asnjë person nuk e ka lëvizjet e njëjta. Asnjë person qëndrimi nuk e ka të njëjtë, sikurse asnjë person dijet papilore nuk e ka të njëjta. Prandaj e ka dhe gjurma tjera që duhet verifikohen, duhet të argumentohet. Për ata arsye themi se janë persona dyshimt. Për arsye se këto fakte, këto prova, argumente duhet të analizohen, të studiohen mirë, përpara tash e kem laboratorin e kriminalistikës, përpara ADN në Zagreb u duke me pagu për me bën ADN e personave. Tani kem këtu. Tani e kem këtu. I posedon policia laboratorët edhe i kem ekspert të cilët edhe në Amerikë, edhe në Gjermani kanë kry ekspertiza të ndryshme, edhe janë ekspert kësaj lamia. Unë kam besim ballistike, forenzike, gjitha këto. Kam besim që argumentet e cilat do të jenë plot fuqishme, edhe prokuroria ato argumente do t'ja parashtrojë gjykatës, edhe gjykata në bazë të atyre fakte, provave do të vendosë për personat e dyshuar. Mulla Osmani në para nisjes së këtij emisioni kishte një lloj kritike në raport me përqasjen mediatike, në raport me një zhvillim që është kohëve të fundit, që është tha, nuk e di nëse e ke bërë ti ose jo, për ma parashtroj pyetjen sa e ke trajtuar ose
ose ja i ke ftuar ata